Mirëmbrëma zgjidhve. Me të vërtet, është i kënaqësi e madhe me fol unë para jush sot, s'parit të me pas prinsin fetar dhe prinsin shpirtnor, Dom Dinon, zbashkut me antarët e 2 kishet tona dhe të komunitetit shqiptar të Michiganit. Ju përshëndes gjithëvet nga zemra, përshëndes familjen e gjesht tinaj për këtë mikpritje, jo vetëm që të kalojmë në natë të bukur, jo vetëm që të pime dhe të hamë, por të tregojmë vetë vetës mas parit që ato kufit e mallkuam që janë vu, diaspora shqiptare si pranon, si ka pranua kur, si pranon sot, as do t'i pranoj kur për shekuj. Pra me të vërtet ky projekt sot dhe ky tubim nuk është vetëm për Malsin, por është për shqiptarizmin. Dhe këtu tregon fakti se Malsia dhe TV Boj nuk është ma projekti i ngusht vetëm i Malsis Tuzit, por i gjithë shqiptarëve. Aty tregon për krahja me financë të gjithë shqiptarëve ku do kanë lindë, kanë për krah këtë projekt. Unë përshëndes kryetarin e këtij grupit, apo këtij këshillit, avokatin Gjozdevet Vukaj, dhe të gjithë antarët e grupit për punën madhështore, por puna jonë është ma e lehtë se ju, bashkëvendas, motra dhe vëllezër, që të napim shumë për vetë vetës, mas parit kohën dhe financën, që kur nuk janë both, financa e kur kuj nuk të pronë. Por ju e dini shumë bukur, sa me rëndësi është TV Bojnë, dhe në çdo ngjarje kombëtare qysh Nolit kur ka ditë me përkrah kryegritjen e Malsis të Dexhon Lulit, edhe atëherë kanë bashkua, kanë kënë korçart, kanë kënë shqiptarët e asaj kohë që kanë jetua në Michigan, janë shifra të nuk i di tamam, por janë nuk i di me siguri sa, por në vazhdua ajo bukurie diasporë shqiptare, dhe këtu sot në Michigan mund të thomë lirisht para jush, para kameret dhe para gjithë shqiptarëve. Shqiptarët e Michiganit janë shumë të fortë, janë shumë të organizuar. Jo vetëm gjeneratat e vjetra, por gjeneratat e reja që po rriten, mund thomë me gjithë përgjegjësi që janë rinia më e mrekullueshme. Dhe së bashkut do të arrisim shumë. Për familjen tona këtu që jetojmë, por edhe për vendlinjen që e kem lënë. Pse e kem shua, se kem harrua. TV Bojnë është një program që i Malsin kuptohet vlera e TV Bojnë sa është për krahja ka që male. Tregon ndoshta ju së duken shumë njerëz të sonte, por në fund keni me i pa shifrat dhe matematika është ajo e vërteta. I ndjeri Tom Boja e para 25 vitesh filloi programin me siguri vetëm, me bashortën e tij, pa anim, por me besim, me dashuri për Malsin, për flamurin kuqezi, për gjuhën shqipe, që në ato kohëna ite Malsia në rrezik. Në rrezik të ekzistoj, se nuk lypet të ekzistoj Malsia kur nuk flitet ma shqip. Nuk lypet TV Bojnë kur flamuri kuqezi nuk lejohet të tijet ndazma, në festa, në gëzime. Nuk lypet TV Bojnë kur fëmia të Malsis flasin serbisht me njëri tjetrin. Por indikimi i TV Bojnë ka ma shumë. Me gjithse aj i të një vizionar, një atletar, i do të Malsin shumë, por do të shqiptarizmin. Por shumë herë, aj shprehej që çdo shqetësim që e kite gjithë shpresën në diasporën. Sa bukur e pas ka njofta e diasporën. E pas ka njoft shumë mirë.
Gjithmonë shpresat e tij kanë kënë diasporën. Megjithse fati i tij nuk je që ti thuj gjatë, por familja e tij, bashortja e tij Sandra Boja e nderuar, me stafin, me fëmijën dhe me diasporën, se është e vërteta që qysh se në kryu ateve bojnë Gjerqi Vezaj, Tom Gjokaj, Prenk i Vezaj son shkëtu, Prenk Gjokaj, janë shumë Luvi Gjokaj, Pashko Gjokaj, Maloti Vezaj, shumë njerëz në finles, atër si kem lënë ka 5.000, ka 3.000, por ka $200, $300, dhe kem fillua me prekrah TV bojnë, se besoshim shumë në ta. Dhe kem pas shumë të drejt atër, por kem shumë drejt edhe sot, që si diaspor, ti tregojmë malësisht që na se harrojmë kur. Pse e kem lëshua se kem harrua. Pse jetojmë në Amerikë, e ndoshta nuk do të jetojmë në malësi, do më thonë që ne vazhdojmë të prekrahim ata gjanë më të shtrejt, çka do t'i lypet malësisë? Por malësia duhet me kjenë shumë e lumë të nësot, jo vetëm TV bojmë, dhe malësia dhe gjithë shqiptarët që janë jashtë kufinit, të dinë që në shqiptarët e Michiganit janë zbashkut, dhe çdo prekrahje, çdo njëm që të lypet, në çdo vend në trojet shqiptare, besoj që ju, burra e burnesha, që i një këtu sonte, do të prekrahni ata që ka lypet pra dëvet, që çdo plam toket është la me gjak. E ju se kini harrua, por kjo në trashëgimi e familjeve që va kanë lënë. Por zbashkut do të dalim faqe bardhë. Unë dua të falenderoj gjithë ata që janë këtu sot, që kanë prekrah TV bojnë me financë, dhe punën që Gjozef Detvukaj, advokati, Anton Laqaj, doktor Anton Laqaj, kanë punua shumë, Maloti Vezaj, dhe gjithë grupi kemë punua që të arrit të zbashkut të kemë sukses. Me siguri, ju meritoni shumë, por nuk dim që ka më thonë tjetër, vëqë respektin do të kini për gjithmonë prej nesh, dhe emri çdo jove prej jush, do t'jet në atë plakën në malsin, sa t'jet malsia dhe sa t'jen trojet shqiptare. Rënoft TV bojnë, rënoft malsia, rënoft Shqipnia, rënofshin shqiptarët ku do janë, rënoft bashkimi kombëtar. Të nderuar pranishëm, shok, miq e kumar, dashamir, vllazën e motra, mirë mbrëma, mirë se ju ka pru i malli Zot. Ju falenderojmë secilin prej jush për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj. Kjo është i nderuar parë që i faqin e bardhë, Zoti jau shtoft dhe jau shpërbleft. Për mua është një nerë me kenë këto sonde para jush. Me thanë drejtën në fillim kur më kanë thirrë, me marë pjesë për këtë organizat, kam menu me vetën dhe kam menu se kanë bërë gabim se bela kanë dash me thirrë njërin prej vllajt tjetër. Po, si do t'joftë arsyeja, kanë katrua gabimisht, vetë jam shumë i kënaqur me kenë këto pjesë e kësaj. Jam shumë mirë njohës me kenë pjesë e këtij grupit, një grup që jashtëzakonisht bashkëpunon me mirë kuptim, harmoni dhe me zemër e me shpirt për këtë kazë. Duhet me kenë, tamam është një shembull për çdo organizat apo nisje projektës për të ardhmen. Shpresoj se janë kënaqur ata me mua sa jam vetë me ta. Por më rëndësi se organizata është projekti që kena marrë përsipër. Në fillim, përveç emrin TV Bojnë, nuk kam ditë shumë për ta. Aq më shumë që mësoj për këtë mision dhe për projektin e saj, aq më shumë e shenjtë është ky projekt dhe aq më shumë lidhet njëri me këtë kazë. Kjo është më shumë se një projekt, kjo është pikërisht një përgjegjësi, është një obligim, sepse çdo brez përballet me sfidën, me ruajt identitetin tonë dhe lirinë.
Identiteti dhe liria janë gjithmonë rrezik dhe secili brez ka detyrë me luftu për ta dhe kjo është një brez larg pa u shua. Pra, identiteti e liria janë nuk trashëgohen përmes gjakut, po këto duhet me luftua dhe me mbrojt dhe me përcjell në brezin që vjen. Armiqtë tonë shekullor, qëllimi i tyre është i njëjtë, më është duk si kom, megjithëse metodat kanë ndryshuar. Sot metoda është lufta ndërmjet medias, lufta informacionale. Ekrani sot e telefoni janë fusha e betejës që janë kënë tikur. Si tha avokati Vulaj kur ishim në New York, ai që kontrollon mikrofonin, ai kontrollon bomben. Dhe kjo është lufta që kemi sot. Televizori Bowen lufton në këtë betejë. Tom Bojaj nuk e kam njoft, po aja kanë një njërë me vizion larg pams dhe atë vizion e larg pams e kena na sot obligim me a qua e me a plëtsua. Ka pas zemrë e shpirt me rujt kohën, gjuhën dhe kulturën dhe me brezat që vinë. Fatkesisht ai ka në ruaj jetë, po emri ti, punë e ti, vizioni e ti, idejat e tina, nuk i hjek es ligji, es dhuna, es forca. Idejat e tina nuk i vret es armiku, es pushka, es topi. Pra, ky amanet është i joni me marrë me përgjithësi dhe me plotësua këtë obligim. Me aquën vend e me plotësua dhe brezat që i vinë me i gëzua vizionin e tina. Pra, edhe një herna, mirë se ju ka prënë Zoti, faleminderit se cilit prej jush, se pa ju kjo nuk plotësot. Zoti ju bekoft, gjithmonë bashkë, gjithnja ma shumë, gjithnja ma mirë. Faleminderit.